asgjë. Sepse, si që shpjegova, do t'i marrim gjërat me radhë. Ju jeni 4 më pak të votuarit në këto qaste. Dhe do t'jeni ata që do të sfidoni njëri tjetrin, por në një mënyrë të veçantë. Në një mënyrë që ka të bëj me një zgjedhje që Moza do duhet të bëj tek Vila. Moza, eja të lutem... Nuk e kam të në kontratun. Të nuk e kam. Të lutem, jo. Po në jemi i sekund. Moza. Po nuk do t'a skualifikoju. Po nuk do t'a skualifikosh ti. Moza, nuk do t'a skualifikosh ti. Eja të të shpjegoj të Vila. Të lutem që ta bëj. Ati ku kena hangër dorë, kena të natë. Te Vila. Te Vila. Ku kena hangër djallë. Mu më shoqëroj dikush se Patjetër, shoqëroj Indri, kush do të ofrohet. Hajt. Okej. Ku do i? Ndërsa Moza drejtohet tek Vila, unë po e shpjegoj pak për shikuesit, por edhe për fermerët. Le të jem në lidhje me ta, pastaj do duhet t'ja shpjegoj edhe një herë tjetër Mozës. Atëherë, ju e dini që në qendër të fermës janë sfidat. Sfidat e rëndësishme fizike dhe jo fizike. Sfidat që kanë të bëjnë me përqendrimin, me forcën, me durimin, me qëndrimin dhe 4 emrat që unë, se po shikoj, më duket se është drejtuar tek Fakiri, duhet tek Vila, po vjen tek Vila. Emrat që unë kam përmendur pak momente më përpara, si më pak të preferuarit, do të jenë ato që do të sfidohen mes tyre. Por sfida do të jetë mes çiftesh. Pra, 2 dhe 2. Ata që do të fitojnë sfidën, çifti që do të fitojë sfidën, shpëton dhe vazhdojnë qëndrimin në fermë i qetë. Çifti që do të humbas sfidën, do të jetë çifti që do të shkojë në televotim. Dhe njëri prej tyre do të largohet të premten. Nuk e di nëse jam e qartë për fermerët tanë. Shumë e qartë. Atëherë, ju lutem si fillim më mundsoni lidhjen me Mozën edhe me Fairfax, duhet të shkoj tek Vila, jo tek ferma, tek shtëpia e madhe. Ju lutem mundsoni lidhjen sepse e shikoj që nuk po. Moza, të lutem, te Vila, zemër. Vila është aty ku hëngret darkën natën e parë. E shikon që... Ua, te kjo e vogla. Fairfax, të quam ty që të orientoj. Kjo na duket si vil. Ajo është super vil, por do shkojmë tek ajo pjesa tjetër, aty. Ju lutem mundsoni lidhjen me fermën ta marr një koment nga fermerët nëse kanë kuptuar. Dëgjohem? Tek Arena? Më dëgjoni? Po. Okej. A e dëgjuat shpjegimin që bëra apo jo? Po. A është i qartë? Atëherë, Moza do të jetë ajo që do të ndaj çiftet. Ndaj çiftet. Po. Moza do vendos. Po, Moza do vendos se kush do të jenë bashk. Çift me kë. Çift me kë. Okej? Okej. Atëherë, ju lutem mundsoni lidhjen me Vilën, ku tani duhet të jetë Moza, ja tek është. Hynë brenda. Okej. Moza. Po. Ja ku jemi zemër. Po. Shumë mirë. Tani, ti ke aty një tavolin, do të ulesh të lutem, rehatohu. Fairfax, unë do të ftoj që ti të shkosh tek pjesa tjetër e fermerëve të lutem. Okej. Ja ku jemi. Suksese, Moza. Po. Moza, mos e merr me stres. Mos e merr me stres sepse nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe. Zgjedhja jote unë e dramatizoj pak se jemi në spektakël dhe them shiko se do të ndikojë te eliminimi etj. Në fakt, është një zgjedhje që pak të lë ty në dorë, sepse gjithçka varet nga performanca e tyre tek sfida dhe nga pëlqyeshmëria në publik. Po. Më kupton? Tani, përpara teje janë 4 portretet e 4 fermerëve më pak të votuar. Po. Këta, pas pak, do të sfidojnë njëri tjetrin në një sfidë fizike, që do të jetë ajo tek zona e lojrave që është bërë gati tek zona e sfidave aty jashtë. E vetmja gjë që ti do duhet më thuash është kë do çiftosh me kë, sepse sfida do zhvillohet mes çiftesh. Pra ti do duhet t'i bësh çift. Ata pastaj si çift do tentojnë që të fitojnë. Çifti që fiton vazhdon qëndrimin në fermë i qetë. Çifti që humbet sfidën do shkojë në televotim dhe do vendosi publiku se kush do dalë. Më kupton? Po juve i keni çiftuar, kështu i keni vënë 2-2. Jo, nuk i Tani unë duhet të bëj 2 më të fortit bashk apo Jo, ti do të zgjedhësh
Si e mendon ti, kush duhet të jenë bashk? A duhet të jenë dy më të fortit bashk? A duhet të jetë një i fort, një i dobët? A duhet të jenë dy goca? A duhet të jenë dy çuna? Këtë e zgjedh ti. Kjo është logjika jote dhe ne nuk ndërhyjm këtu fare, është vendimi yt. Ti thjesht më thua se çfarë ke vendosur. Gjesin e kam shumë për zemër dhe s'dua që ta humbas. Okej. Dhe do ta vej afër DJ-t, Okej. kurse Kubon dhe Donën do t'i ve bashk. Në rregull, Moza. Të falenderoj. E shikoj që nuk ishte e vështirë. Shumë e vështirë ishte, por e bëra. Bravo. Të ftoj të kthehesh tek pjesa tjetër e fermerëve. Ju lutem më mundsoni lidhjen me fermën. Ku gjenden të gjithë sepse dua t'i marr një koment. Ne po e shohim ndërkohë që është bërë gati edhe zona e sfidës. Dëgjojmë tek Arena? Po. Okej. E pa zgjedhjen e Mozës? Po. Çfarë mendon Dona? Është okej, ta shohim sfidën. Okej, perfekt. I wonder, jam shumë kurioze, se jam me Gjesin. Edhe se ke të lehtë. Po pra, është gjithë këtë djalë. Po në një kuptim të paturit Jemi bashkë. Ne jemi bashkë. Se ishim. të paturit Gjesin është një është një gjë e mirë për ty, ë, nuk është një avantazh. Më falë? Është një avantazh them të paturit Gjesin, pra Patjetër, jam shumë happy, e kam shumë për zemër gjithashtu. Kuba, Unë jam shumë kurios për që na pret. edhe unë vërtet. Atëherë, është një sfidë që përfshin fuqi, litar dhe kërkon ekuilibër, forcë, shkatësi dhe përshëndrim. Unë do t'ju tregoj pak grafikisht në ekranin që keni përpara, për ta parë pak se çfarë do të bëni për gjatë pak minutave. Është një sfidë absolutisht e bëshme, nga të gjithë. Natyrisht që do të kujdesemi që të jeni absolutisht të pajisur me veshjet e duhura dhe të mos lëndoni dhe mos keni asnjë lloj dëmtimi fizik. E pat? Unë do t'ju shpjegoj me detaje pas pak, sepse pas pak do t'a zhvillojmë sfidën së bashku. Tani do t'ju ftoj. 4 sfidantët të bëhen gati, veshjet i kanë tek Agaj, ndërkohë që pjesa tjetër e fermerëve besoj që do dojë që të jetë prezent në zonën e sfidave për t'i bërë tifo dhe për t'i dhënë kurajo, apo jo? Po, patjetër. Okej, atëherë unë po shkoj në publicitet për të gjithë,